Mendoni ju që ky qëndrim do të ketë një efekt zgjedhor, një ndikim pozitiv për Partinë Demokratike kur na ndajnë vetëm 3 ditë nga zgjedhjet e 11 majit? Faleminderit. Natyrisht nuk mund të them se ky qëndrim i ri nuk mirëpritet nga qindra mijëra shqiptar. Sigurisht që mirëpritet, të cilët më besuan mua që ajo ishte një akt politik korruptiv. Por tani, edhe ata pak që mund të kenë mbetur, ndaj dhe i ftoj ata, që të gjithë, të cilët u shmangen për një arsye apo duke besuar, duke patur qoftë dhe një dyshim të vogël se kishte diçka të vërtetë aty. Tani besoj se është koha të bashkohen dhe të mos votojnë as një forcë tjetër përveç Partisë Demokratike. Partia Demokratike me këtë vendim del se u ndëshkue për motive politike. U ndëshkue për motive politike me lobimin e zi korruptiv të Edi Rams, George Soros dhe tjerë. Dhe ky është një lehtësim. Ky është një thirrje për çdo demokrat e demokrat, për çdo opozitar, për çdo shqiptar.